Trafikonte kokainë në Belgjik arrestohet politikani shqiptar. Politikani, 27 vjeçar Amarildo Vlazeria, ka rënë në prangat e policisë belge pas një operacioni antidrog të iniciuar nga zbulimi i bisedave në Sky SCC. Vlazeria, i cili rezulton të jetë ish kryetari i komunës Morstel në Belgjik, u arrestua si pjesë e një hetimi të nisur pas mesazheve të takuara nga platforma famkeqe Sky SCC. Banda e shënjestruar mësohet se është përfshirë në import dhe eksport të drogës si dhe transportin e tyre në periudhën 2020-2021. Një kontroll shtëpi është bërë edhe pranë qytetit Morcel. Ish kryetari nuk u rizgjodh këtë mandat legjislativ, por do të bënte betimin si këshilltar bashkiak të martën në mbrëmje për disa muaj, duke zëvendësuar një koleg partijak. Kjo nuk ndodhi për shkak të arrestimit. Të 3 personat arrestuar janë anëtar të një organizate kriminale të përfshirë në importin dhe tranzitin e kokainës përmes portit të Antwerpit, konkludoi policia nga mesazhet e deshifruara të bisedës. Ata u arrestuan pasi policia kreu 5 kontrolle në shtëpi. Gjithashtu, janë sekuestruar mallra të ndryshme luksi, telefona dhe një shumë prej 9.000 eurosh. Bashkia e Morsel u kontrollua gjithashtu. Amarildo Vlazeria është këshilltar bashkiak që nga viti 2018 dhe në tetor 2023 u bë kryetar komune në Morsel. Ai ishte gjithashtu kryetari i Komitetit Special të Shërbimeve Sociale në atë kohë dhe ishte antar i Këshillit të Policisë.